shtuar nga pikpamja procedurale juridike dhe për qytetarët që na dëgjojnë. Ajo nuk është as më shumë, dhe atë pak është një oazë ku mund të bëhet evazion fiskal. Pra, nuk kemi dëgjuar ne për ato ishujt që operojnë offshore, e njëjta gjë është edhe Durana. Durana është një sistem si incineratorët ku paguhet edhe energjia, pra OSHE paguan energjin 30.000 euro në muaj, që do të thotë të gjithë kompanitë të cilët duhet të fshejnë taksat e tyre, do të fshejnë, mos të paguajnë taksa, do të fshejnë çdo gjë, ata kanë krijuar një ishull të vogël që quhet Durana dhe aty kanë regjistruar kompanitë e tyre me qëllim që të fshejnë çdo detyrim fiskal ndaj shtetit. Pra, Durana nuk është gjë tjetër, është vetëm një vend ku parajs fiskale, ku njerëz, grupet interesi të lidhur me pushtetin, mundet të bëjnë biznes pa paguar zero taksa shtetit. Pra kanë përfitime nga shteti, kanë mundësi që të zhvillojnë bizneset e tyre dhe këtë u garanton shteti duke i shtuar atyre, duke ju dhënë atyre edhe ofruar atyre dhe infrastrukturën. Dhe në rastin konkret, po ta shikojmë te Durana, është një parcele madhe me barë atje, që nuk ka asnjë investim, që në fakt do të kishte investim, që nuk ka asnjë shtyllë të energjisë dhe ku OSHE paguon 30.000 euro energjinë, është një puna atyre që paguajnë për incineratorët para, ndërkohë që incineratori nuk ekziston. E njëjta gjë ndodh sot me Duranën. Pra, shumë kompani që janë të njëjtat persona, janë të 4-5 personave, por janë me emra të ndryshëm, janë të regjistruar në parajsën fiskale që quhet Durana, për të cilën i fshejnë të ardhurat shtetit me ligj. Kjo është të vjedhësh me ligj nga Parlamenti shqiptar. Tani, më thuaj mua, çfarë kanë bizneset, çfarë kanë këta biznesmen, ku shteti shqiptar, kryeministri i Shqipërisë, ku ministri ose persona të ngarkuar për të ndjekur këtë lloj procedure, edhe firmë dhe bashkëpunojnë me këto kompani. Pra, përsëri jemi dalin në të njëjtën përfundim për sa i përket biznesit. Biznesi ka gjetur një mënyrë korruptive, ka korruptuar që nga kryeministri e ministrat e kështu me radhë, duke krijuar një ishull në mes të Shqipërisë, që quhet Durana, dhe në atë ishull do operojnë, do ato regjistrojnë kompanitë, dhe ato nuk do paguajnë asnjë detyrim për bizneset e tyre shtetit shqiptar.